Sot do të gatuajmë qofte me mish të grirë, po qofte të thjeshta jo shumë përbërës. Për 1 kilogram mish të grirë, unë kam përdorur sigurisht qepën e kam ngrirë në blender në mënyrë që mos të ndihet pothuajse fare në qofte kur hahet, kur konsumohet. Pshtojmë qepët e grira tek mishi, 2 kokra vezë, rigon, krip dhe erëza sipas dëshirës ose sipas preferencës. Një detaj shumë jo të zakonshëm në qofte që unë kam shtruar këtë radhë është tërshëra. Tërshërën e kam përdorur në formën e miellit, e kam bluar dhe e kam përdorur për të lidhur qoftet. Siç që edhe në video, qoftet kam përfunduar, në fakt i kam lënë për rreth 2 orë në frigorifer, pastaj i kam skuqur. Një ide shumë e mirë për të shtuar mielin e tërshërës në qoftet. Bon apetit!